prezent trupat amerikane, atëherë ato nuk mund ta bëjnë më ndërmjetësin dhe ndalimin e kësaj përplasje. Dhe do ta çojnë Sirinë drejt një përplasje sektare, në mënyrë që Izraeli dhe Turqia të ndërhyjnë dhe Izraeli të marrë atë pjesë që mund të marrë, Turqia të marrë të pjesën tjetër deri. Por këto janë korridorë. Shikoni, edhe në Irak, gjithë ky korridori kalon brenda territorit të Izraelit. Kjo është një mënyrë për të shpjeguar. Edhe në Gaza, është krijuar në Gaza kjo idea që u krijua plani i paqes. Plani i paqes për Gazën qëllimi është që të zhbëhet Gaza dhe për ta zhbërë Gazën duhet një forcë ushtarake. Kjo forcë ushtarake, kjo forca multinacionale në cilët turpërisht bëjmë pjesë edhe neve edhe Kosova. Neve na ka dalë turpi me Kosovën sepse neve kemi prej vitit 2003 që marrim pjesë në fushata pushtuese të Shtetit Amerikës, siç është Iraku, Afganistani e tjera. Kurse Kosova është më e turpshme sepse Kosova nuk mund të marrë pjesë dhe të bëjë të njëjtën gjë që bënin forcat serbe në Kosovë, ta bëjnë sot në Gaza, sepse çdo lloj force ushtarake që do shkojë sot në Gaza, që quhet forcë multinational force për sigurinë dhe për stabilitetin. Atëherë këta çfarë do bëjnë? Këta vetëm do bëjnë rojet SS të kampit përqendrimit që po zhvillohet në Gaza, sepse gjithë popullata do mblidhet në një kamp përqendrimi dhe atje këtë kamp përqendrimi do ta ruajnë këto forca sigurie dhe këto do japin të dhëna Izraelit se ku ndodhet Hamasi, kush janë Hamasit, në mënyrë që Izraeli dhe këto do fusin ushqimin në këtë territor, ushqimin ato kamion sa lejon Izraeli, sepse këta do ruajnë perimetrin e brendshëm, kurse perimetri i jashtëm i përket Izraelit. Pra këta do jenë mburoja në mënyrë që organizatat çlirimtare si Hamas, Xhihadi Islamik e të tjera që luftojnë për çlirimin e Palestinës të mos mund të prekin asnjë ushtar izraelit më mbrapa. E qartë. Pra ky është turpi më i madh dhe në këtë mënyrë do detyrohet kjo popullsi që të zhvendoset, sepse duke mbajtur popullsinë për këto kampe përqendrimi në qiell të hapur, do zhvendoset dhe me zhvendosen atëherë këta do ndërtojnë. Dhe ky ndërtimi është pjesë e këtij grupi të dytë që merret me ndërtimet. Po, u rikthyer tek unipolariteti kështu. Po pikërisht në rast se pikërisht pra kjo është lufta që po bëhet. Kjo është lufta që lufta midis multipolaritetit dhe unipolaritetit. Dhe çfarë bën? Dhe gjithë kjo luftë, pse Irani, ai korridori që pam në Iran, ky korridor Irani mbetet jashtë kësaj. Pra këtë korridori dhe ta kanë që korridori i Iranit të funksionojë, pra nuk do e prishin. Por ama do thonë gjithë që okay, kur korridori i Iranit nuk prishet, pse Irani pse po e sulmon Irani? Po sulmon sepse Irani është mbështetësi i vetëm aktualisht i çështjes palestineze dhe i Hezbollahut. Pra Irani me Hezbollahun dhe Hamasin nuk e lejon zhvillimin e këtij plani. Prandaj Gaza është qendra, është bërthama e kësaj gjëje. Është pika e gravitetit e gjithë kësaj bote multipolare që zhvillohet është Palestina. Dhe kjo Palestina ka ekzistuar pra që para shekullit të 5 ka monedha që janë gjetur, para shekullit të 5 para erëson, monedha që janë gjetur këtë. Dhe Palestina ka gjë interesante. Gaza është më interesante në kohën e perandorisë perse. Gaza nuk ka qenë pjesë, ka qenë vetëm pikë e cila nuk ka qenë pjesë e perandorisë perse. Pra persët nuk e kishin pushtuar Gazën dhe e kishin lënë më vete si pikë kryesore të tregtisë për Persin, edhe për mbretërinë, edhe për perandorinë romake. Pra perandoria romake dhe perandoria perse bënin tregtinë në Gaza dhe Gaza ishte i vetmi vend cilin perandoria perse nuk ishte pushtuar. Dritan, po ajo që kemi folur këtu, domthonë nëse kemi folur për qeveri kukulla, pse duhet të shkojmë në këtë lloj materializimit gjës që mund të prodhojë më pas efekte, ndërkohë që këtë e realizojmë nëpërmjet qeverive kuislinge, fjala vjen. Aktualisht janë qeverit kuislinge. Të gjitha qeveritë e Gjirit janë qeveri kuislinge. Por problemi është që popullata nuk është së bashku me qeveritë kuislinge. E qartë. Dhe kjo duhet realizohet në luftë. Kjo prish dhe kjo kërkon luftën. Dhe lufta si kërkon, sepse ideja e kolonizimit, ideja e kolonizatorëve është që ti të marrësh ideja e krijimit të Izraelit është një ide, pra është bazuar mbi një gënjeshtër. Dhe gënjeshtra e krijimit të Izraelit është që ne po shkojmë në një vend që nuk ka njerëz. Pra një vend pa njerëz për njerëz pa vend. Kjo ka qenë ideja e Ben Gurionit, e cili e deklaronte Ben Gurioni, pra kryeministri i parë i Izraelit, kështu thoshte, vend pa njerëz për njerëz pa vend. Dhe ky është pra vend pa njerëz. Po ama këtu ka pasur ka pas qytetërim. Palestina është qytetërim. Dhe çfarë bëjnë? Në momentin që ti i shkataron, në momentin që ti i përzë, pra i vret, i shkataron gjithçka, ti bën vend pa njerëz dhe i zëvendëson. Gjithë gjë po ndodhen në Libanin e Jugut. Pra ti po i përzë, ka 1.300.000 të përzë në këtë një javë lufte nga trojët e tyre. Prishe të gjitha fshatrave dhe në mënyrë ti e bën një vend pa njerëz. Pra kjo është ide. Dhe nesër në Siri, pra në marr Golani, cilin Amerika ja ka njohur, Trumpi ja njohti Golanin e Izraelit. Pra kjo tregon që është në pjesë e kësaj. Dhe nesër çdo lloj territori që merret, ata që kthejnë veten izraelit siç janë në Al Sueda, në këtë pjesën e territorit që janë të banuar me një druzët, ata thonë që ne jemi izraelit, Izraeli pranon, kurse gjithë tjerët që nuk pranojnë tin Izraelit, Izraeli do t'i përzëj, do t'i vrasë, do t'i shkatarrojë. Pra kjo është ideja, të krijohet një tokë pa njerëz, sepse
Nuk është problemi të qeverit, është e njerëzit. Njerëzit janë kundër Dhe nëpërmjet kësaj SBA nesër ruan këtë dhe Irani që i fryn kësaj është s'kan nga shkojnë të rrugë, pra ose Kina, e cila është pjesë e multipolaritetit dhe India është pjesë e këtij multipolaritetit BRICS-it, do përdorin këto rrugë ose atëherë do përdorin rrugët të cilat janë shumë të kushtueshme dhe rrisin me 70% koston e çdo lloji malli. Atëherë për të ulur koston, do përdorin këto rrugë. Po këto rrugë në momentin që kalojnë nga një e qartë. Aleati i Shtetit Bashkuar të Amerikës, nga një qenëroje, sepse Izraeli në këtë moment është qenëroje i unipolaritetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra po krijohet ky Izraeli i madh, automatikisht atëherë nuk ka më edhe në rast se multipolariteti në një moment caktuar mund të funksionojë për disa kohë. Qëllimi i Izraelit madh është që kur krijohet ky Izraeli madh, atëherë ky multipolariteti bie sërish. Pra ti mund ta mbash mundin e vërtetin për 10, 20, 30 vite. Kjo është ide amerikanëve, sepse tashmë nuk kanë kapacitetin ta kundërshtojnë të multipolaritet, por duke mbështetur idenë e Izraelit madh. Ideja është që pas 20 viteve multipolariteti shkojë sërish në unipolaritet. Jo, e qartë. Një formulë që zbërthen pak a shumë të gjitha pjesët e puzzle-it që diskutojmë. Dritan, të falenderoj shumë për këtë, po ndërkohë nuk e di a do kemi kohë edhe pak se desha të pyesja në lidhje me vizitën e ambasadorit të SBA-s në NATO, Matthew Whitaker në Shqipëri. Çfarë ka takuar kryeministin Rama? Rama ka bërë disa deklarata ku ndërto bien sy fakti që ne do ta lejonim Shtetet Bashkuara të Amerikës që ta përdornin hapësirën tonë ajrore, por me kusht që të na garantonin nesër nga sulme të mundshme. Si e vlerëson këtë zhvillim NATO, sepse në këtë emision ke qenë i pari që ke folur për Kuçovën si një mundësi. Nuk është një zhvillim i rëndësishëm, pra vizita e ambasadorit amerikan në NATO është në kuadër të kësaj deklarate të Ramës. Rama këtë deklaratë e dha kur ishte në vizitën në Greqi, e dha në një intervistë të tij. Po. Dhe tha që ne do ta lejoni përdorimin e territorit të Republikës së Shqipërisë, qoftë aty doktor, detar dhe hapësirës ajrore për sulme ndaj Iranit, në rast se do të garantojë mbrojtja kundër ajrore dhe mbrojtja ajrore. Është një deklaratë shumë e rrezikshme për Republikën e Shqipërisë, në rast se ndodh një tillë dhe vizita e këtij ambasadori ka të bëjë me këtë deklaratë. Vetëm kapacitete që Shteti Bashkuar të Amerikës mund t'i ofrojë që Shqipëria mund t'i ofrojë Shtetit Bashkuar të Amerikës është vetëm baza ushtarake ajrore e Kuçovës. Ajo plotson standardet e NATO-s. Është vetëm një bazë që plotson standardet e NATO-s. Dhe unë mendova në këtë se për këtë ka ardhur në rast se, pra unë kam qenë dhe jam dakord që Shqipëria t'i ofrojë Amerikës territorin e saj si baza të NATO-s, por në mënyrë që ato mos të përdoren kundër një kundërshtari siç është Irani. Dhe as kundër Rusisë, dhe as kundër Rusisë në Ukrainë. Sepse atëherë ne këto do të na kthenin në objektiv dhe duke parë që Shtetet Bashkuara të Amerikës pavarësisht kapacitetet të tyre mbrojtëse në bazat e tyre nuk kishin kapacitete ushtarake për të mbrojtur nga raketet iraniane. Atëherë timi mbej i pa mbrojtur, sepse në rast se amerikanët do të vendosin të bien në bazën ushtarake të Kuçovës, atëherë ata do të bien një mbrojtje kundërajrore, por nuk e bien për ty, e bien për bazën, për nevojat e tyre. Dhe vetëm baza mbetet e mbrojtur. Kurse objektivat e tjerë, siç është qeveria, siç është Ministria e Mbrojtjes, ato janë jashtë kapaciteteve të mbrojtjes kundërajrore që Amerika ofron. Dhe ato janë objektiv, po këto janë baza, janë qendra të cilat ndodhen në zona të banuara në Republikën e Shqipërisë. Dhe një goditje atje do të shkaktonte dëme të mëdha. Pra, deklarata e Ramës. Unë nuk mendoj që Rama e ka bërë vetë, normalisht e ka bërë me nxitje pra nga Shteti Bashkuar të Amerikës, sepse më njëherë pasaj erdhi kjo vizitë, pra dikush i ka thënë Ramës bëj këtë deklaratë dhe gjëja në bazë të deklaratës vim. Kjo është një veprim i gabuar i Shqipërisë, është një hap i gabuar drejt çuarjes së Shqipërisë të një konflikti të pashmangshëm me Iranin dhe pastaj të mbetemi në rast se sot kemi diskutuar disa herë, neve nuk jemi objektivi i Iranit, pavarësisht se kemi mujahidinët të Manz. Po. Nuk jemi objektiv fare i Iranit, po në rast se nesër forcat amerikane marrin veprimtari ushtarake nga këtu në drejtim të Iranit, atëherë ne bëhemi automatikisht më njëherë objektiv siç janë bërë gjitha bazat amerikane në rajon. Dhe çdo lloj baze amerikane që është përdorur si objektiv, si vend baze ndaj Iranit, ka qenë objektiv i Iranit. Dhe duke u bërë pjesë e këtij objektivi, ne bëhemi një objektiv i kapshëm nga Irani, se kapacitetet i ka. Dhe kjo unë mund të them që do ndodhi. Unë shpresoj që lufta do të ndërpritet, pra për ato arsyet që folën pak më parë, dhe kjo nuk do të ndodhi. Dhe në rast se ajo marrëveshje bëhet midis Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës me ndërmjetësinë e Amerikës, e Kinës dhe Rusisë, pra që ketë një garanci që nuk do të ketë me luftë, atëherë po jam dakord që në bazë të vendosen bazat amerikane, të cilat amerikanët duan të zhvendosin nga Evropa, duan të zhvendosin. Duan të zhvendosin nga Evropa
dhe mund t'i zhvendosë Shtetet Bashkuara të Amerikës, do t'ishte një dorë e mirë ekonomike për Shqipërinë. Fatkeqësisht, do t'ishte një ndihmës politike që Rama të vazhdojë të rinë pushtet, për arsye se, duke qenë se ne s'kemi opozitë dhe opozita vuan nga kompleksi i prioritetit, nuk mund të kundërshtojë dhe nuk mund të thotë asnjë veprim të pavarësisht se Rama ka 100 javë që ka bërë të deklarat, opozita nuk është ndier fare në asnjë moment që të dilte të thotë që kjo deklaratë e Ramës është e gabuar sepse na fut neve në listën e objektivave të Iranit në rast se ndodh kjo që ka thënë Rama. Por këta nuk guxojnë ta thonë sepse kanë frikë se mos ju thonë anti-amerikan. Pra, kur vuan në kompleksi i prioritetit, ti nuk mund të bësh kurrë opozitë. A ka lidhje e gjitha kjo Dritan me 2027 në faktin që NATO do të mbajë atë takimin e përvitshëm, siç do të jetë tani korrik në Turqi, fjala vjen në 2027 është planifikuar që të mbahet në Shqipëri? Jo, nuk ka lidhje kjo, ai është një takim i planifikuar i bërë, pra Shqipëria. Kështu që nuk është kjo vizitë, po thua ka lidhje vetëm jo, sepse takimi i NATO-s duhet vinte pra sekretari i përgjithshëm dhe janë të tjerë ata që merren, është një zyrë tjetër në NATO, një zyrë e marrëdhënieve strategjike dhe komunikimit që mbulon këtë organizim. Dhe jo ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në NATO. Ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës në NATO është në të njëjtin nivel siç është ambasadori jonë në NATO, se edhe neve kemi ambasador në NATO. Pra, në nivel ambasadorësh Okej, jo, e qartë. Fuqi pastaj është tjetër, pra. Ambasadori jonë atje është thjesht postier, kurse ky ambasadori atje është vendimarrës, pra këtu dallojnë gjërat. Dritan, të falenderoj shumë që të kisha. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku, natën e mirë.